Mungesa e investimeve është e dukshme në fshatin Dritas të Bashkisë së Maliqit. Sipas banorëve, ndër vite nuk është bërë asnjë investim sa i përket infrastrukturës, kanalizimeve të ujrave të zeza, po ashtu edhe uji i cili është i pakonsumueshëm. Rruga kryesore e këtij fshati ka pasur dëmtime, ndërsa rrugët e brendshme vazhdojnë të jenë të pashtruara. Çfarë problemesh ka fshati juaj? Problemi këto ka, rrugë, kanalizime, këto. Sa vite ka që nuk është investuar në rrugët? Po sa mbaj mend unë, domethënë 55 vjet unë. Një nga shqetësimet kryesore të banorëve është mungesa e një sistemi të mirëfill të kanalizimeve, duke bërë që ujrat e zeza të shkarkohen në mënyrë të pakontrolluar. Kanalizimet e ujrave të zeza, që këtu nuk ka fare, të tërë njerëzit i kanë me gropë. Një pjesë i kanë nxjerrë, po të dalë aty poshtë në fund të kanalit, në rruga, atje nuk rrihen. Drejtuesit e pushtetit lokal vinë vetëm kur bëhen zgjedhje. E ngrejmë atë problem, edhe sasin e ikin kaq i gjatë. Për më tepër, uji i pishëm nuk plotson standardet e nevojshme për konsum. Uji i pishëm në ferëm, kudo që të vesh në çdo çesëm këtu, duhesh me tallash. Nuk ben për të larë, jo për të pirë. Nuk pihet. Ja tani qira vjeni këtu. Po si ja bëni, çfarë zgjidhje keni gjetur? Ne më mbushim ku shtuimi mira në ato fshatet nga vlocisti. Për të pirë andaj mbushim ose e blejmë. Banorët shprehen se nuk duan më premtime nga ana e përfaqësuesve të institucioneve lokale, të cilët kujtohen për ta vetëm në periudhë zgjedhjesh.